Ishte mëngjes I zymt tetori. Qielli dukej sikur kishte haruar të ndiste dritën, dhe një herë lehtë përplasej me degët e thata të pemëve përballë shtëpisë sime. Po përgatisja kafen e parë të ditës kur dëgjova një zhurmë të lehtë në derë. Një trokitje e vogël, pothuajse e turpshme, që mezi u dallua mes zhurmës së shiut. Nuk prisja askënd. Jetoj vetëm prej disa vitesh, dhe rrallë ndodh që dikush të më kërkoj pa paralajmërim. Trokitja u përsërit. Këtë herë pak më e fortë. Vendosa filxhanin në banak dhe shkova drejt derës, me një ndjesi të çuditshme në stomak. Diçka mes kureshtjes dhe ankthit. Kur e hapa, pash diçka që më ngrini në vend. Një djalë I vogël, ndoshta 3 vjeç, që më shikonte në heshtje. Ishte I lagur nga kokat e këmbët, flokët I ngjiteshin në ball, dhe në sytë e tij të mëdhenj blu fshihej një frikë e butë, një kërkim për ndihmë. Kush je ti, vogëlush? E pyeta me zë të ulët, që të mos e trembja. Asnjë përgjigje. Vetëm më shikonte, sikur po përpiqej të më njihte. Në duart e vogla mbante një arush lodër, të vjetër e të njollosur. Nuk kishte pallto, vetëm një bluzë të hollë, që ngjitej në trupin e tij të vogël. Shiu I binte në fytyrë, por ai nuk reagonte. Ishte si I ngrirë. A je I humbur? Ku e ke mamin, bir? E pyeta përsëri, por ai vetëm uli kokën dhe nuk foli. Një ndjesi e thellë më pushtoi, një përzierje dhe mshurie dhe ankthi. E mora në krah, e futa brenda dhe I solla një peshqir. Ishte I ftohtë, trupi I tij dridhej. I ngroha pak duart në duart e mia, dhe ai më shikoi për herë të parë në sy, drejt. Sytë e tij më goditën si rufe. Kishte diçka të njohur aty brenda. Një ngjashmëri që më tronditi. Ndërsa I nderoja rrobat, vura re një varse të vogël në qafë, një gjysmë zemre argjendi, e cila më dukej tmerrsisht e njohur. U ngriva në vend. Unaza e varur në varse ishte identike me atë që I kisha dhuruar dikur një gruaje që nuk e kisha parë më prej 3 vitesh. Ajo quhej Arta. Në momentin që pash atë varse, diçka brenda meje u rrëzua. E ndjeva zemrën të më rritë fort, ndërsa e kuptova ngadalë, me një frikë që më përfshiu nga brenda. Ky djalë mund të mos ishte një fëmijë I humbur rastësisht në derën time. Ky mund të ishte djalli im. Pjesa 1 e kaluara që trokiti në derë. 3 vite më parë, jeta ime kishte qenë krejt ndryshe. Ishte periudha kur besoja se dashuria mund të ndreqte gjithçka. Arta kishte hyrë në jetën time si një erë pranvere, e qetë, e ndritshme, e sinqertë. Ishte ndoshta personi më I butë që kisha njohur ndonjëherë. Punonte si mësuese kopshti. Kishte një buzëqeshje që I zbute çdo zemërim timin dhe një mënyrë të ëmbël për të më bërë të ndalesha. Të merja frym dhe të besoja se jeta mund të jetë e bukur. Por ne ishim të ndarë nga rrethana që asnjëri si kontrollonte. Unë sapo isha kthyer nga jashtë, përpjekjet për të ndërtuar një biznes më kishin konsumuar, dhe jeta jon bashkë nisi të çahej pak nga pak. Ajo kishte frikë nga e ardhmja me mua, unë nga humbja e saj. Grindjet tona u bën më të shpeshta, dhe një ditë, pa paralajmërim, ajo iku. Nuk la as letër, asnjë mesazh, vetëm heshtje. Kaluan muaj. Unë e kërkova, e pyeta kudo, por asgjë. Thjesht u zhduk. Tani, 3 vite më vonë, fati më sillte në derë një fëmijë që s'fliste, që mbante një varse me gjysmën e zemrës që dikur kishim ndarë bashkë unë dhe ajo. E mora djalin në krah dhe I dhash një filxhan qumësht të ngrohtë. Ai piu pak, pastaj më pa sërish me atë shikim të qetë por të thellë. Si e ke emrin? E pyeta. Ai qëndroi në heshtje për disa sekonda, pastaj nxori një flet të lagur nga xhepi I pantallonave. Ishte një cop letre e grisur, ku me shkrim të dridhur ishte shkruar: Të lutem, kujdesu për të. Ai është I yti. Zemra më ndaloi. E njohja atë shkrim. Ishte I Artës. Në atë moment, gjithçka ndryshoi. E vërteta që vjen nga heshtja. Nuk di ta përshkruaj me fjalë ndjesin që më përfshiu atë mëngjes. Ishte si të binte qielli mbi kokë, e në të njëjtën kohë të ndiste një dritë brenda shpirtit. Në duart e mia po mbaja një cop letre të lagur nga shiu, me një shkrim që do ta njihja edhe pas 100 vitesh, shkrimin e Artës. Të lutem, kujdesu për të. Ai është I yti. Fjalët më digjnin në gishtërinë, në mendje, në çdo frymëmarrje. U ula pranë djalit dhe u përpoqa ta kuptoj çfarë po ndodhte. Ai po luante me arushin e tij, krejt I qetë, si të mos kishte ndodhur asgjë. E shikoja dhe përpiqesha të gjeja veten time në tiparet e tij. Kishte flokët ngjyrë gështenj si Arta, por syt ata sy blu që më kishin lënë pa frymë 3 vite më parë, ishin saktësisht si të mijat. Ishte e pamundur të mohohej. Nuk mund të qetësohesha.
Kush ja kishte sjell fëmijën tim në derë? Ku ishte ajo? Pse nuk erdhi vetë? Mendja ime rente, një stuhi pa rrugdalje. Pasi e vesha me rrobat e djalit tim të vogël të nipit, e ula në koltukun pranë sobës. Ai nuk fliste, vetëm më ndiqte me sy. Çdo lëvizje e imja, çdo frymëmarrje e vëzhgonte me një qetësi që të friksonte. Ishte si të mbante brenda një sekret që se dinte si ta tregonte. Në momentin që u përpoqa t'i afrohem sërish, ai ngriti dorën e vogël, si për të më ndalur. Ishte një gjest i thjesht, por që më ngriti trupi në tërësi. Sytë e tij u mbushën me lotë, por ai përsëri nuk nxori zë. Ishte një heshtje që të vritej. Mos ki frikë, vogëlush. Unë jam këtu. Nuk do të lë, i pëshpërita. Ai më shikoi gjatë, pastaj u mbështet në mua dhe më përqafoi. Një përqafim i vogël, i ngrohtë, që më bëri të ndjej për herë të parë, pas shumë kohësh se ndoshta nuk isha më vetëm. Të nesërmen, herët në mëngjes, mora makinën dhe nisa kërkimet. E vetmja pistë që kisha ishte ajo cop letre. Shkova në komisariatin e lagjes, por askush nuk kishte raportuar ndonjë fëmijë të humbur. Askush nuk kishte parë asgjë të pazakont. Më pas nisa të kërkoj në vendet ku dikur Arta kishte punuar. Në kopshtin e qytetit më njohën me njëherë. Arta, po, ajo ishte një vajzë shumë e mirë, por është zhdukur papritur. U largua pa lajmëruar, para 2 vitesh, më tha drejtoresha, një grua rreth të 50-tave. E dini ku shkoi? Jo, na tha vetëm se do të kthehej në qytetin e saj, në Fier. Por s'u kthye më kurrë. U ktheva në makinë i shkatëruar. Në xhep mbaja varsen që i kisha hequr djalit mbrëm, atë gjysmën e zemrës. Brenda makinës, në heshtje, e vështrova gjatë. Në pjesën e pasme ishte gdhendur diçka shumë e vogël. Ajo e kishte ruajtur pas gjithë këtyre viteve. Dhe tani ja kishte varur në qafë djalit ton. Në ditët që pasuan, përpiqesha ta kuptoja djalin. Quhej Eli, e mësova nga një blok i vogël që kishte në çantën e tij. Kishte pak fjalë të shkruara me dorë të një rrituri. Eli, 3 vjeç. Mos e tremni. Ai flet pak. Është i qetë. Ai vërtet nuk fliste. Asgjë. Vetëm shikonte. Por kur luante me arushin e tij, fillonte të murmuriste fjalë që nuk i kuptoja plotësisht, ndoshta emra, ndoshta kujtime. Një natë, ndërsa po e fusja në gjumë, e dëgjova të pëshpëri diçka për herë të parë. Mami, Arta, e mu thye shpirti. Ai e kishte thënë emrin e saj. Netët e mia u kthyen në ankth. E kërkoja Artën në çdo cep të kujtesës, në çdo fytyrë kalimtareje, në çdo rrugë të qytetit. Ishte si të kërkoja një hije, por një zë i brendshëm më thoshte që ajo nuk kishte ikur thjesht. Duhej të kishte ndodhur diçka. Një mëngjes, ndërsa po përgatisja mëngjesin, djalit i ra nga duart një cop letre tjetër, e palosur në rrobat e tij. Në të ishte një adresë, shkruar me dorën e saj. Ishte një fshat i vogël në jug, afër një liçeni. Pa menduar gjatë, mora djalin dhe u nisa. Rruga ishte e gjatë, rreth 4 orë me makinë. Ndërsa udhëtonim, ai shikonte peizazhin jashtë dritares me një qetësi të çuditshme. Në disa momente, dukej sikur diçka brenda tij po përpiqej të kujtohej. Kur kaluam pranë një lapidari, ai papritur ngriti gishtin dhe tha me një zë të lehtë: "Aty, mami." Më rahu zemra. Ndalova me një herë makinën. Zbrita dhe e mora në krah. "Eli, këtu ka ardhur mami." I pyeta. Ai pohoi me kokë dhe më përqafoi fort. Isha në rrugën e duhur. Në atë fshat, shtëpit ishin të pakta, njerëzit pak e të heshtur. Pyeta në rrugë, tregova një foto të vjetër të Artës, dhe pas disa orësh, një grua e moshuar më tha: "Po, e mbaj mend. Jetonte te shtëpia e vjetër pranë liçenit. Kishte një djalë të vogël me të, por se kemi parë më prej disa muajsh." "Çfarë ndodhi me të?" Gruaja uli kokën. "Nuk e dim. Një ditë u zhduk. Vetëm fëmia mbeti për disa ditë me një grua tjetër. Pastaj supa më as ajo. Policët erdhën, por s'gjetën gjë. Mu erën syt. Ajo ishte zhdukur vërtet, dhe askush nuk e kishte kërkuar. Në atë çast kuptova diçka. Dikush ja kishte sjell djalin në derën time jo rastësisht. Dikush që e dinte kush isha unë. Dikush që donte ta linte djalin në duar të sigurta. Por pse? Dhe ku ishte ajo? Kaluan disa ditë në fshat. Jetova aty për pak, duke pyetur, duke kërkuar çdo shenjë. Një natë, ndërsa shikoja dritën e hënës që binte mbi liçen, ndjeva djalin të afrohej pranë meje.
Kishte arushin në duar dhe më tha me një zë të lehtë, pothuajse të ngjirur. Mami s'është këtu, mami fjeti në ujë. E kapa për krahësh, syt më u mbushën me lot. Çfarë do të thuash, bir? Ai përsëriti. Mami fjeti në ujë. Mami tha, shko te babi. Ai të pret. Trupi më u drodh. Liçeni, ajo shtëpi pran liçenit fjalët e tij. Të nesërmen në mëngjes, njoftova policinë e fshatit. Ata më shikuan me keqardhje, por thanë se kishin kërkuar edhe më parë. Sidoqoftë, nisën një kërkim të ri. Pas disa orësh, pra një gryke të vogël të liçenit, gjetën mbetjet e një trupi të vjetër, që identifikohej vetëm nga një varse e gdhendur me AL. Ishte ajo. Dunia u ndal për mua në atë çast. E ndjeva sikur gjithë oksigjeni u zhduk nga ajri. U ula në gjunjë dhe përqafova djalin fort, pa fjalë, pa zë, vetëm me lot. Ai më shikonte i hutuar, pa e kuptuar plotësisht çfarë ndodhte. Policia tha se ndoshta kishte qenë aksident, një rëshitje në ujë gjatë natës. Askush se dinte sakt, por brenda meje diçka më thoshte se s'ishte kaq e thjesht. Një grua si ajo nuk do të zhdukej pa luftuar. Duhej të kishte diçka më shumë. Në një ditar të vjetër që gjetën në shtëpi, kishte shkruar disa rreshta. Nëse diçka më ndodh, dua që Eli të shkojë te babai i tij. Ai do ta njoh menjëherë. Do ta ndjej, siç ndjeva unë. Kaluan javë. Unë dhe Eli u kthyem në qytet. Shtëpia ime s'ishte më e njëjta. Kishte zëra, lodra, frym. Kishte jetë. Ai filloi të më afrohej gjithnjë më shumë. Edhe pse fliste pak, çdo ditë më tregonte diçka të vogël nga ajo që kujtonte. Një ditë, ndërsa po vizatonte me lapsa ngjyrash, më tha: "Mami i tha që babi se la kur." Vetëm fati i ndau. Fjalët e tij më dogjen shpirtin. Ai kishte ruajtur kujtimin e saj si një engjëll i vogël. Unë nuk do ta lejoja që kujtimi i saj të zhdukej. Fillova të shkruaj gjithçka, çdo detaj që djalit i kujtohej, çdo vend që kishte parë. Dhe dalë nga dalë, kuptova se ajo ishte përndjekur nga një ish partner i dhunshëm, një burr që se pranonte ndarjen. Kishte frikë për jetën e vet dhe për djalin. Prandaj ishte fshehur. Prandaj kishte vendosur të më linte fëmijën mua, njeriun e vetëm që mund ta mbante të sigurt. Dhe ajo kishte paguar çmimin më të rënd për ta mbrojtur. Vitet kaluan. Eli u rrit. Ishte një djalë i zgjuar, i butë, me sytë e artës dhe buzëqeshjen time. Kur mbushi 6 vjeç, filloi të fliste më lirshëm, dhe një mbrëmje, kur e pyeta çfarë dëshironte më shumë në botë, më tha: "Të më çosh te liçeni, të shoh ku fjeti mami. Dua t'i them faleminderit." E çova. Atë ditë frynte një erë lehtë, si ajo e mëngjesit kur e kisha gjetur në derë. E mbajta për dore, ndërsa ai hodhi një arush në ujë. "Tani mami s'është vetëm," tha me buzëqeshje. E përqafova fort dhe në atë moment kuptova. Ndonjëherë dashuria nuk vdes, vetëm ndryshon formë. Dhe edhe pse arta s'ishte më, ajo jetonte në çdo frymarrje të djalit ton. Në çdo mëngjes që ai zgjohej, në çdo përqafim, në çdo të dua që më thoshte me zë të ulët. Dhe ndonjëherë, në netët e qeta, kur shikoj nga dritarja, më duket sikur e ndjej praninë e saj, si një frym që më kujton: "Nuk të lash, thjesht doja të ishe i sigurt." Të dy. Atëherë mbyll syt, marr frym thellë dhe i përshpëris me zemër: "Të falenderoj, Arta. Ai është mirë. Ne jemi mirë." Sepse dashuria e vërtet, ajo që lind nga dhembja dhe mbaron me shpresë, nuk mbytet as në liçene, as në kohë, as në vdekje. Ajo vetëm gjen një derë të re ku të trokas. Kaluan 9 vite që nga ai mëngjes kur e gjeta Elin në derën time. Ai tashmë ishte 12 vjeç. Jeta jon kishte marrë një formë të re, të qetë, të ndërtuar mbi dashurinë, kujtimin dhe heshtjen. Shtëpia ime dikur bosh, tani gumzhinte nga zëri i tij, nga qeshjet, nga aroma e librave dhe lodrave të shpërndara në çdo cep. Eli ishte rritur me një butësi që të befasonte. Kishte shpirt të thellë, si nëna e tij, edhe pse fillimisht kishte qenë një fëmijë që fliste pak. Me kalimin e viteve fjalët i erdhën vet, por gjithmonë me peshë. Çdo fjalë e tij kishte kuptim. Ishte si të dëgjoje një shpirt të vjetër në trupin e një fëmije. Një ditë, ndërsa po bënim mëngjesin bashk, ai më tha papritur: "Babi, mësuesja më pyeti në shkollë për mamin." I thash që ajo është yll. U hutua. Nuk më kuptoi. Qesha lehtë dhe i përkëdhela flokët. "Je rritur shumë bir," i thash. Ai ngriti kokën dhe më pa seriozisht. "Jo, babi. Unë ndjej që ajo është me ne. Ndonjëherë kur fle, e shoh në ëndër."
Ajo më thot, mos e lër babin vetëm. E di që s'është vetëm ëndër. Zëri i tij më goditi në shpirt. Kishte të drejtë. Ka momente që natën, kur fryn era përmes dritares, ndjej aromën e artës, atë parfum të butë me vanilje që mbante gjithmonë. Si një kujtesë që nuk shuhet, si një frym që endet rreth nesh. Në sirtarin tim të punës, ruaja ende letrën e lagur që kishte sjell Eli atë ditë të parë. Të lutem, kujdesu për të. Ai është i yti. Nuk kisha pasur forcë ta hidhja kurrë. Ishte shenja e fundit e saj. E shikoja ndonjëherë dhe pyesja veten në heshtje. Nëse ajo do të mund të na shihte tani, a do të ishte e lumtur? Besoj se po. Eli ishte nxënës i shkëlqyer. Pëlqente të vizatonte, të shkruante histori, të luante në piano. Një herë më tregoi një hartim që kishte shkruar në shkollë. Ishte për temën njeriu që më frymëzon më shumë. E hapa dhe lexova. Njeriu që më frymëzon më shumë është babai im. Ai më gjeti kur isha vetëm. Nuk më pyeti nga vi, por më përqafoi. Ai më mësoi se dashuria nuk duhet kuptuar gjithmonë me fjalë. Nganjëherë mjafton një derë e hapur. Nuk arrita ta mbaroja leximin pa u përlotur. E përqafova fort dhe i thash: "Të dua, bir. Jam krenar për ty." Ai më pa me buzëqeshje të ngrohtë. "Edhe unë, babi, por dua ta di, pse mami s'u kthye kurrë?" Pyetja që kisha pritur për vite. Dhe e dija që një ditë do vinte. E mora për dorë dhe u ula pranë dritares. Mami yt ishte një grua e fortë, bir. E donte jetën, të donte ty. Por ndonjëherë, njerëzit që duam, na mbrojnë në mënyrën e tyre. Ajo të ruajti nga çdo e keqe. E gjithë jeta e saj ishte një përpjekje që ti të jetoje i sigurt. Eli uli kokën. Pra ajo më la që unë të jetoja. Jo, biri im. Ajo nuk të la. Ajo të çoi tek unë, që të mos ishe vetëm. Lotët i rëshitën faqeve. Unë si afshiva. Ja lasht i derte. Kishte të drejt të ndjente. Kishte të drejt të qante. Në fund më tha: "Unë s'dua që ajo të ketë vdekur kot. Dua ta kujtoj me mirësi." Atë ditë kuptova se djali im nuk ishte më fëmijë. Ishte burr në shpirt. Vite që pasuan ishin më të qeta. Por brenda nesh mbetej gjithmonë një mungesë që s'mund të mbushej. Sa herë shkonim në liçen, ai ulte kokën dhe hithe një lule në ujë. Ishte rituali i tij, heshtja e tij e dashurisë. Një herë, kur mbushi 15 vjeç, më tha: "Babi, dua ta di të vërtetën e plot. Dua të di kush ishte ai njeriu që i bëri keq mamit." Nuk prisja ta dëgjoja këtë nga goja e tij. "Eli, disa gjëra është më mirë të mbeten në të kaluarën." "Jo, babi, nëse e dua nënën time, duhet të di pse ajo s'është më. S'mund të jetoj me gjysma të historisë." U mendova gjatë. Ai kishte të drejtë. Dhe kështu, vendosa t'i tregoja gjithçka që dija. I fola për ish partnerin e artës, një burr që e kishte ndjekur e kërcënuar. I tregova se ajo ishte fshehur për ta mbrojtur Elin, dhe se kur kishte parë që rreziku afrohej, kishte vendosur ta dërgonte tek unë. Eli dëgjoi në heshtje, pa më ndërprer. Kur mbarova, tha vetëm: "A e kapi ndonjëherë policia atë njeri?" U ndjeva i vogël përpara asaj pyetjeje. "Jo, bir, nuk u gjet kurrë." Ai uli kokën. "Atëherë do ta kërkoj unë." Në fillim mendova se ishte një impuls kalimtar, por jo. Ai vërtet e kishte seriozisht. Filloi të lexonte për hetimet, të shikonte dokumentar mbi rastet e pasgjidhura, të bënte pyetje për ligjin. Kur mbushi 18 vjeç, më tha me vendosmëri: "Do të studioj drejtësi. Dua të bëhem prokuror. Dua që askush të mos përfundoj si ajo." Në sytë e tij pash diçka që më ngjau me artën, atë vendosmërinë e heshtur, atë dritë që shuhet kurrë. Dhe e kuptova, ajo nuk kishte vdekur kot. 5 vjet më vonë, Eli tashmë ishte burr, i diplomuar me nderime. Punonte si ndihmës prokuror në qytet. Ishte i qetë, i mençur, i drejtë. Njerëzit e respektonin për mënyrën si fliste me zemër. Një mbrëmje, ndërsa ishim ulur në verandë, më tha: "Babi, do të tregoj diçka." Nxori nga xhepi një dosje të vjetër. E gjeta, dosjen e rastit të mamit. Ishte në arkiva. Ka diçka që s'është parë kurrë. Sytë më u hapën. "Çfarë do të thuash?" Ai hapi dosjen dhe më tregoi një fotografi të vjetër, të zverdhur. Ishte një njeri që unë e njihja, ish partneri i saj. Ai ishte arrestuar 2 muaj pas zhdukjes së saj, për trafik njerëzish. Por askush se lidhi me rastin e mamit.
U la I lirë për mungesë provash. Dhe tani, e pyeta me frymë të prerë. Tani do ta rihap rastin. Kam të drejtë ta kërkoj si familjar. E pash në sy. Ishte burr, por për mua mbeti fëmia që kisha gjetur në shi. Biri im, mos e bëj këtë nga hakmarrja. Ai buzëqeshi lehtë. Jo, babi, e bëj nga dashuria. Mami do që e vërteta të dalë në dritë. Vetëm kaq. Hetimet zgjatën muaj të tërë, por përfunduan me sukses. U zbuluan prova të reja që tregonin se Arta nuk kishte rënë aksidentalisht në liçen, ishte shtyr. Autori, tashmë një burr plak, u arrestua dhe dënoi me burgim të përjetshëm. Kur e mora vesh lajmin, ndjeva një qetësi që se kisha përjetuar kurrë më parë. Një ndjesi se më në fund drejtësia u kthye në vend. Në ceremoninë përmbyllëse të çështjes, Eli foli para gjykatës. Nëna ime më la një dhuratë, jetën. Sot unë ja kthej dhuratën në formën e së vërtetës. Asnjë e mirë nuk humbet. Ajo thjesht pret momentin për t'u rikthyer. Publiku shpërtheu në duartrokitje. Unë u ngrita në këmbë dhe sytë më u mbushën me lot krenarie. Pas asaj dite, jeta mori frymë ndryshe. Eli u zhvendos në një qytet tjetër për punë, por çdo muaj kthehej në fundjavë dhe gjithmonë daleshim bashkë te liçeni. Ai gjithmonë sillte nga një trëndafil të bardhë, e hithe në ujë dhe thoshte: "Tani pusho e qetë, mami." E vërteta doli. Një mbrëmje, ndërsa po ktheheshim në makinë, më tha: "Babi, e di që ajo është krenare për ne." E ndjej. Unë buzëqesha. Edhe unë e ndjej, birë. Pastaj ai më pa me një dritë të butë në sy dhe shtoi: "Tani është koha që edhe ti të jetosh për vete. Ke bërë gjithçka për mua." Mami do donte të shihte përsëri duke qeshur. E mbajta mend atë fjalë gjatë, dhe pas disa muajsh, kur takova një grua të mirë që më riktheu buzëqeshjen, e dija se Arta do të ishte dakord. Dashuria nuk zëvendësohet, por jeta ka vend për më shumë se një dritë. Tani, çdo herë që shoh djalin tim, burrin që është bërë, e di që dashuria e vërtet nuk mbaron me vdekjen. Ajo gjen mënyra për të vazhduar përmes nesh. Arta më dha një djalë, Fatima mori gruan, por jeta më ktheu kuptimin. Ndonjëherë mendoj për atë mëngjes me shi, ku një fëmijë trokiti në derën time. Nëse atëherë s'do ta kisha hapur, jeta ime do të kishte mbetur e zbrazët. Por e hapa, dhe ajo derë hapi gjithçka: dhimbjen, dashurinë, shpresën dhe drejtësinë. Dhe tani, sa herë bie shi, nuk mbyll dritaren. E lë hapur, sepse ndoshta diku, një shpirt si Artës, endet në ajër dhe më përshpërit lehtë. Faleminderit që e dhe dashurinë përmes dhimbjes. Faleminderit që hape derën. Vitet kaluan me ritmin e qetë të jetës që kishte gjetur vendin e saj në shtëpinë tonë. Eli ishte bërë një djalë i fortë dhe i mençur, me shpirtin e thellë të Artës dhe zemrën time të paqët. Çdo mëngjes që zgjoheshim së bashku, kishte diçka të veçantë në shtëpinë tonë. Zërin e tij, qeshjen e tij, lojrat e vogla dhe ato bisedat e vogla që vetëm ne I kuptonim. Një mëngjes të pranverës, ndërsa po pinim kafen e hershme, ai më tha: "Babi, mendoj se është koha që edhe ti të gjesh lumturinë tënde." E pash të qeshte lehtë, por me një vendosmëri që më tronditi. Nuk ishte vetëm një këshill, por një mënyrë për të më thënë se tashmë jeta kishte marrë formën e duhur. Disa javë më vonë, takova Elisanën, një grua që punonte në bibliotekën e qytetit. Ishte e butë, me buzëqeshje që të ngrohte dhe me një ndjeshmëri të veçantë. Fillimisht bisedat tona ishin të rastësishme, por shpejt u bën të shpeshta. Një ditë, ndërsa dilnim për një kafe, Eli u ul pranë nesh dhe tha me një buzëqeshje: "Babi, ajo më duket se e kupton gjithçka. E di që do ta duash." Buzëqeshja e tij më preku thellë. Ai, djali që kishte hyrë një mëngjes në derën time dhe kishte sjell një pjesë të së kaluarës së Artës, tani po më udhëzonte drejt një të ardhmeje të re. Një verë, vendosëm të shkonim te liçeni, vendi ku Arta kishte ndalur frymën e fundit dhe ku gjithçka filloi. Eli hodhi një lule të bardhë në ujë, si gjithmonë. Pastaj, duke më parë mua dhe Elisanën që qëndronim pranë tij, tha: "Tani jemi të gjithë këtu, babi. Mami do të ishte krenare për ne." I mora duart dhe I përqafoja. Kishte diçka të veçantë në atë përqafim, një përzierje të dhimbjes së humbjes dhe lumturisë së gjetjes. Ishte dritë pas shiut, përtej çdo dhembjeje, një shenjë që jeta, në fund të fundit, mund të shpërblej durimin dhe besimin. Kthimi në qytet ishte I qetë. Shtëpia ishte e ngrohtë, plot zëra, lodra dhe kujtime. Eli më tregoi planet e tij për të ardhmen. Të studioj drejtësi dhe të bëhet prokuror,
për të mbrojtur të pambrojturit. Ishte vendimi i tij, i lindur nga kujtimi i nënës së tij dhe përvoja e tij personale. Unë dhe Elisana vazhduam takimet tona, duke kuptuar ngadalë se dashuria mund të lindte përsëri, duke ndërtuar kujtime të reja mbi kujtimet e vjetra. Ishte një dashuri e butë, e matur, e ndërtuar mbi respekt dhe përkujdesje, një dritë që plotësonte boshllëkun e brendshëm që Arta kishte lënë. Një ditë, kur ndodhem në verandë duke parë perëndimin e diellit, Eli tha: "Babi, çdo gjë që ka ndodhur, çdo dhimbje, çdo humbje na solli këtu. Mami nuk do të donte të ishim të trishtuar. Do të donte që të jetonim plotësisht." I mora duart dhe e përqafova fort. "Ke të drejtë, bir. Dhe ne do të jetojmë me kujtime, me dashuri dhe me shpresë." Dhe në atë moment, ndërsa dielli ngjyrë portokalli përqafonte liçenin, ndjeva një paqe të thellë. Ishte një përfundim i bukur për një udhëtim që kishte filluar me një trokitje të vogël në derë, një fëmijë të heshtur dhe një copë letre të lagur. Jeta kishte vazhduar, dashuria kishte fituar, kujtimi i Artës ishte i gjallë, dhe një dritë e re, më e fortë dhe më e ngrohtë, kishte hyrë në shtëpinë tonë. Një dritë që nuk do të shuhej kurrë. Në çdo mëngjes, kur hap dritaren dhe shoh qytetin, ndihem mirënjohës për atë trokitje në derë, sepse ajo trokitje solli jo vetëm djalin tim, por gjithashtu shpresën, dashurinë dhe mundësinë për të jetuar përsëri. Dhe kështu, historia jon vazhdon, jo vetëm si kujtim dhimbjeje, por si një rrëfim për dashurinë, drejtësinë dhe shpresën që nuk shuhet kurrë.